Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković uroi të gjithë besimtarët e Kishës Ortodokse serbe dhe veçanërisht serbët në Kosovë për Krishtlindje, duke theksuar se uniteti, besimi dhe mbështetja ndërsjell janë themeli i paqes shpirtërore dhe forcës së popullit serb. Patriarku Porfirie tha se po i lutet Zotit për paqen në Kosovë dhe Metohi, sepse është e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se kanë nevojë për njëri tjetrin dhe se ka vend për të gjithë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić uroi besimtarët të kalojnë ditën e Krishtlindjeve në shëndet, ngrohtësi familjare dhe qetësi. Periudhat më të vështira kalojnë kur njerëzit mbeten njerëz, kur i shtrin dorën njëri tjetrit dhe kur mirëkuptimi është më i fortë se dallimi, shkroi Vučić në Instagram. Mëngjesi i Krishtlindjeve në veri të Kosovës festohet në mënyrë tradicionale dhe me respekt të zakoneve shekullore, kështu që banorët e Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit herët në agim shkuan në pyje aty pranë për të sjell pemën e Krishtlindjeve në vatrat e tyre, një simbol një prej festave më të gëzueshme të krishterë, Krishtlindjet. Punonësit e ndërmarrjes publike komunale banesore zveçan pas 2 vitesh pasi i pushteti lokal u mor nga përfaqësuesit serb, vendosën përsëri një pemë Krishtlindjesh para ndërtesës së komunës së Zveçanit. Një numër i madh besimtarësh nga veriu i Kosovës morën pjesë në liturgjinë e kishën në Shën Savës në Mitrovicën e Jugut dhe pas shërbesës një pemë Krishtlindjes u vendos në portën e kishës, e cila është shenjtëruar më parë. Në orët e para të mëngjesit të Krishtlindjeve, serbët nga Kosova qendrore tradicionalisht prejnë pemën e Krishtlindjeve në pyjet pranë Graçanicës në oborrin e manastirit e Graçanicës. Sot në orën 16:30 do të zhvillohet shenjtërimi dhe ndesja tradicionale e pemës së Krishtlindjeve. Pikërisht në këtë ditë, përfaqësuesit e autoriteteve të përkohshme të Prishtinës u dorëzuan ndihmë financiare nënave të foshnjave të posalindura në maternitetin e Graçanicës. Marina Radivojević nga Shtrpca, nëna e foshnjës së parë të lindur në vitin e ri në Kosovë qendrore, theksoi se ndihma e saj është e mirëseardhur dhe se ishte jashtëzakonisht mirënjohëse ndaj të gjithë atyre që kujtuan dhe dhuruan foshnjave në Graçanicë. Në agimin e hershëm të mëngjesit të Krishtlindjeve, banorët e Brezovicës shkuan së bashku këtë vit për të mbledhur pemët e Krishtlindjeve në kodrën mbi fshat. Pema e parë e prerë e Krishtlindjeve qohet në kishë ku do të ndizet sonte dhe pas kësaj ata vazhdojnë zakonet në shtëpitë e tyre duke mirëpritur kështu festën më të gëzueshme të krishterë, Krishtlindjes. Sipas traditës, banorët e Brezovicës shkojnë së bashku për të prerë pemën e Krishtlindjeve çdo vit dhe mikpritësi sjell ëmbëlsirë, grur dhe verë me të cilat bekohet pema e Krishtlindjeve para se të pritet. Pasi pritet pema e Krishtlindjeve, ëmbëlsira ndahet dhe këndojnë këngë lutje. 3 vjet kanë kaluar nga plagosa djemve Stefan dhe Miloš Stojanović të ditën e Krishtlindjeve në vitin 2023 në Kotovush. Gjykimi kundër Azem Kurtajt, i cili qelloi të rinj serb, është duke vazhduar dhe përfaqësuesi i njërit prej të viktimave, avokati Veljko Radić, pret vendimin këtë vit. Nga rruga për të dytin vit radhazi, motrat e manastirit të Shën Justinionit që liskin nga Valeva i kënaqën nxënësit e shkollës fillore Rajko Urošević në Gotovush me dhurata për Krishtlindje. Dhuratat u mblodhen me ndihmën e bamirësisë dhe përveç nxënësve, të gjithë fëmijët parashkollor të fshatit morën dhurata gjithashtu. Analisti Imer Mushkolaj nuk e sheh mundësinë që Albin Kurti të nominojë Vjosa Osmanin për një mandat tjetër si presidente të Kosovës. Lidhur me deklaratën e Kurtit se zgjedhjet e reja janë të mundshme, Mushkolaj beson se mund të ketë një emër tjetër në atë pozicion. Ish-gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Kadri Kureziu, pajtohet me të, i cili vlerëson se vetëvendosja nuk është shumë e interesuar për mandatin e dytë të Vjosa Osmanit. Politologu Milazim Koci tha se fjalët e Albin Kurtit se Kosova mund të mbajë përsëri zgjedhje për shkak të çështjes së zgjedhjes presidenciale nuk nënkuptoi shantazh për opozitën, por një sinjal për të gjithë, përfshirë edhe Vjosa Osmanin, e cila synon një mandat tjetër.
Agjencia kundër korrupsionit e Kosovës nisi procedurën për të kontrolluar pasurinë e presidentes Vjosa Osmani pasi u gjetën ndryshimet e konsiderueshme në deklarimin e pasurisë midis viteve 2024 dhe 2025. Vjosa Osmani përmendet shpesh në publik sepse bleu një shtëpi në një lagje luksoze në periferitë e Prishtinës dhe zotron edhe disa pronat e tjera, përfshirë pronën e Australi, ku vetëm një shtëpi ka vlerën prej më shumë se gjys milion eurosh. Ditën e Krishtlindjeve do të jetë mot me vranësira dhe shumë i ftoftë her pas here me rreshje bore në mëngjes në disa vende me shi të ngrirë pritet rreshje bore nga 10 deri në 30 cm në jug dhe juglindje të Serbisë do të jetë më i ngrohtë me rreshje shiu dhe freski me borë të vigjatë mbrëmjes dhe natës. Temperatura do të sillet nga -3 deri në 0, kurse ajo më e larta ditës nga 2 deri në 8 gradë Celsius.